Futbollisti shqiptar jep fund jetës pak çaste para ndeshjes hidhet nga kati 8. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Australi ku një futbollist 28 vjeçar shqiptar është hedhur nga kati 8 i një pallati duke gjetur vdekjen. Shqiptari Mario Bacaj, lojtar në klubin e futbollit Adelaide Eagles, po pritej nga shokët e skuadrës për të shkuar në ndeshje, por lajmi i keq i tronditi të gjithë. Shqiptari dyshohet se është hedhur nga çatia e bar dhe restorant Dukov dhe përpjekjet e shpëtimit ishin të kota. Zjarfikësit dhe ambulancat dhe policia nxituan menjëherë në vend ngjarje, por nuk ishte asgjë që të mund të bëhej për futbollistin. Bacaj, i njohur edhe në Shqipëri për karrierën e tij si lojtar, la pas një grua dhe një djalë të vogël. Adelaide tronditur nga vdekja e futbollistit. Shokët e tij të ekipit u tronditën kur dëgjuan lajmin tragjik. Dje në mëngjes lojtari e kishte paralajmëruar ekipin e tij se nuk ndihej mirë, duke dërguar një mesazh në grupin WhatsApp rreth orës 10:15, siç është rindërtuar nga Daily Mail. Një sëmundje që nuk ngjalli dyshime dhe që nuk do ta kishte lejuar atë të dilte në fushë pasdite. Në orën 16 Adelaide Eagles mësuan për vdekjen e tij. Bacaj ishte hedhur nga kati i 8 i një ndërtese në qendër të qytetit, duke u ngjitur në çatin ku ndodhej një bar dhe një restorant. Futbollisti kishte shkuar atje vetëm dhe më pas ishte hedhur në boshllok për shkak të tronditjes së përgjithshme. Nuk ka të dyshuar për vdekjen e tij dhe autoritetet konfirmojnë se ishte vetvrasje dhe jo aksident. I gjithë ekipi u mblodh në çatinë e ndërtesës për të vendosur mesazhe dhe kuroran kujtim të shqiptarit, një lojtar shumë i dashur dhe i respektuar që kishte jetuar në Adelaide për vite me radhë me familjen e tij.